Prokuria e posaçme dhe e gjithë reforma në drejtësi që në krye të herës, pavarësisht se është votuar nga 140 deputetët e Parlamentit të Shqipërisë, ka qenë e qartë që nuk do ta kishte ndikimin në politika shqiptare aq shumë sa do ta kishin ndërkombëtarët. Dua të them me këtë që Klodian Braho, përpara se të votojë ditën e dieshme në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, thuajse nga të gjithë aktorët, pra përfshi edhe kandidatët që pak a shumë e shpreh dhe gjatë fjalës tyre, por edhe nga opinioni publik, pritej që të zgjidhin në krye të SPAK-ut, në krye të prokurisë posaçme. Vetëm një natë më parë zgjedhjes së zotit Braho, zyrtarë të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, por dhe ambasada amerikane kanë postuar, po themi, një lloj mesazhi se cili do të ishte i përzgjedhuri i tyre, duke e nxjerrë zotin Braho në foto, në krah të zyrtarëve të lartë të dashur, por edhe në krah të Artin Dumanit, duke dashur kështu të japin një mesazh se cili është kandidati i tyre i preferuar.